Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje. A jeni gati të kujdeseni për veten tuaj? Këtë do ta ndaj në 3 pjesë. Pjesën e parë, disa mësime për vetëdijësim, dhe kur them vetëdijësim do të thotë vetëshërim, dhe është 70% shërimi juaj, dhe 30% është me të vërtet. Ju duhet të veproni. Pjesa e dytë, disa hapa për të lënë gjithçka që nuk na shërben nga e kaluara. Dhe pjesa e tretë, disa praktika që do ju ndihmojnë për të vazhduar. Nëse ju jeni gati të zgjidhni, të doni veten dhe të qëndroni për një kohë me shpirtin tuaj, me veten tuaj, sepse jemi në një afat kohor ku të gjithë ndoshta ndjeni një ngarkesë, një epidemi mendore, dhe nga ana tjetër ndjeni dhe një shqetësim apo dhimbje në trupin tuaj fizik, për të cilën vijnë shenja të ndryshme që e vetmja zgjidhje që ju dini është të vizitojni, dhe nuk kam asgjë gabim nëse interesojni dhe kujdeseni për trupin tuaj, por në këtë rast dua të theksoj që ka dhe një mënyrë tjetër për të jetuar jetën edhe 20 vite më të rinj se ju jeni. Por kjo kërkon atë që unë do të shpjegoj në këtë video, dhe midis të tjerave do të vazhdoj. Në këtë kohë, në këtë afat kohor, është që të gjithë ndjeni dhe kuptoni dhe vëreni që ka një epidemi mendore ku çdo kush, çdo individ shpreh mendimet e tia, shpreh rregullat e tia për t'ju treguar ju se si të arrini të bëheni të lumtur, se si të arrini në bollëk, se si të arrini të shërojni, se si të arrini në pasuri e tjera. Dhe mos ju vi çudi që dhe Diana po ju tregon ju që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe që të gjithë ku ju dëgjoni është që ndoshta tregojnë se si të arrini të bëheni të lumtur, se si të arrini të lini zonën e eratis, se si të arrini të realizoni ëndrat tuaja, se si të arrini të dëgjoni ose edhe të arrini të thoni jo. Por shënim që të gjithë, si Diana, si çdo kush për të cilën ju merrni informacion, nuk ka të bëjë se është gabim në asnjë mënyrë, por të pranoni që të gjithë ju jeni dhe keni personalitetin tuaj, ju jeni që jeni unik, ju keni sfidat tuaja të jetës, dhe ajo që unë ju ftoj, dhe unë personalisht po flas për veten time, nëse jeni në këtë kanal, unë ju motivoj, unë ju tregoj që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, por jeni ju dhe vetëm ju që do të zgjidhni ku ju rezoroni. Mos harroni se as Diana, as kush, a është guru, a është mentor, sido që ta quaj emrin, është që nuk mund të ndjej
atë që ju keni nevojë më mirë se sa ju. Ky është mesazhi im në këtë epidemi mendore, çfarë do lloj që dëgjoni, çfarë do lloj që ju thonë e tjera, jeni ju që do të ndjeni atë që ju keni nevojë dhe ndjehet në situatën tuaj, në shtëpinë tuaj, në veten tuaj, në çdo lloj ngjarje apo çfarë po ndodh me ju, pra jeni ju. Para se të filloj disa, pra pjesën e parë, disa mësime, është që të gjithëve të paktën si punëtori dritës, por që nuk ju detyroj, jeni ju dhe vetëm ju, që do të zgjidhni nëse ajo që unë shpreh është për ju, okej, pranoje. Nëse jo, pra ndjeni energjia, ndjeni energjinë, si ndjeheni, thjesht kur ju rezoloni dhe ndjeni mirë, jeni ju që do të zgjidhni, po apo se jo. Por para se të filloj, dua të tregoj, dikush më shkruan që ti i zgjat shumë videot, ti i bën sikur janë show. Unë nuk gjykoj kërkën, ju shprehni dëshirat tuaja, shprehni atë që keni, është e drejta juaj, është liria juaj, por unë personalisht, unë nuk bëj gjëra me plan. Unë nëse arrit të bëj një video, e bëj në gjëra thelbësore dhe i shpjegoj në detaje për arsye se ju mund të merrni që ju thonë bëj këtë, e bëj atë, e bëj këtë, dhe me fjalë të shkurtra. Pyetja është, në qoftë se ju i lexoni dhe ju thonë që bëj këtë, e bëj atë, a jeni me të vërtet duke i vepruar? Dhe nëse jeni duke i vepruar, a ndjeni që punon për ju? Dhe nëse nuk punon për ju, do të thotë që ju keni nevojë për vetëdijësim. Dhe këtu në këtë kanal jeni se shpirti juaj, ju solli se energjia juaj ndjehet dhe ju, duke qenë se ja keni dhënë rolin shpirtit, ju jeni lidhur me fuqinë tuaj. Ndoshta udhëtimi ndjehet i vështirë, por të jeni të sigurt se si ndryshojnë stinat, si ecin fazat e nënës hënë, që është shëruesja jonë, si vetë ne rritemi çdo ditë jetës, sepse ne marrim frymë, kjo zemër punon që na ndihmon, është që apasapi duke vepruar me atë që shpirti juaj ju drejton dhe ku ju drejton, dhe duke ndjerë ju dhe vetëm ju, kush rezolon, kush ju bën ju të ndjeni mirë, jeni ju që e ndiqni apo jo, dhe nëse shqipni kohën, për të cilën unë mund ta quaj, unë jam e thjesht, unë di të bëj këto video se kjo është mundësia që unë di, mund ta quani podcast me gjuhën e kohës, podcast ose më të tash, por të jeni të sigurt që çdo gjë që e bëj me detaje, me qëllim që në qoftë se rezoloni, mbani shënim dhe veproni. Pra, që do të thotë, veçërimi juaj është një udhëtim që me të vërtet nuk ka fund, sepse shpirti jeton, është një mrekulli dhe bukura e veçërimit tonë, është jo vetëm që ne do të shërojmë veten tonë, por ne do të jemi në gjendje të shërojmë dhe përreth dhe të krijojmë botën e qytetarisë, botën ku të gjithë kemi të drejtë të jetojmë si qenie humane, se kështu na ka krijuar krijesa human, shoqëror, dhe të kuptoni që të jeni në gjendje të arrini të dy arsye janë. E para, fuqia e vetëdijes, të mos rrimë në rolin viktim, pra në rolin e ignorancës, dhe këtë e bën zona e ratis për të cilën i prisnin gjërat nga të tjerët, dhe e dyta, nëse keni vullnet për të përmirësuar çdo gjë që ndodh me ju,
Në këtë moment, tani, çfarë pëndot me ju, çfarë kërkoni nga jeta juaj, hap pas hapi për të përmirësuar jetën tuaj. Por që të arrit kjo, jemi të ftuar që të gjithë dhe prandaj është titulli, a jeni gati të zgjidhni të doni veten tuaj, sepse vetja juaj nuk është që të kujdesesh për vete, nuk është luks, por në këtë kohë është përparësi kryesore. Dhe pyetja është, pse është përparësi kryesore? Sepse mësoni një gjë, që të gjithë ne në këtë moment ju, në qoftë se ju ndjeni ose mendoni që doni diçka, ose doni ose dëshironi të lidheni me dikë, ose keni nevojë për një person, ose keni nevojë për diçka, shënim, të kuptoni, nuk ka asgjë gabim nëse ju mendoni që diçka dëshironi apo person. Ajo që duhet të jeni të vetëdijshëm është e vërtet që ne si qenie njerëzore, shoqërore, humane, ne jemi të lidhur me dashurinë se ka krijuar krijesa, pra universi një dashurinë dhe frikën, i njeh këto, dhe ndërkohë është ne lidhemi, dhe këto janë një mrekulli që ne të lidhemi, sepse ne e kemi këtë, pra ne të lidhemi dhe të duam njëri tjetrin, dhe është bukuria jetës, por shënim, ju lutem, këshill është. Në qoftë se ju e lini veten të vareni nga personi apo nga diçka, dhe në këtë rast ju humni mençurinë tuaj, pra e lini mençurinë tuaj, e lini kënaqësinë tuaj, të kuptoni që ju humbisni fuqinë tuaj dhe individualitetin tuaj. Dhe kjo, pra këshill, dhe kjo ndodh sepse sidomos gjeneraca ime e shekullit 20, të viteve 50 deri në 90, për të cilën jemi në këtë kohë edhe gjeneraca e tretë, sepse mund t'jeni gjyshe, ose dhe e katër, varet si jeni, po e marrë të tretën, pra ju keni fëmijët tuaj kanë bërë fëmijë, dhe në këtë rast jeni bërë gjyshe, ose dhe jeni prind gjeneracia e dytë, por të kuptoni që ka të bëjë me atë që ne jemi të kondicionuar, shënim jemi të kondicionuar për të dëgjuar dhe për të bërë si thonë të tjerat, pra i keni marrë në vete, në eksperiencën e jetës tonë, sidomos gjeneraca ime e shekullit 20. Pra të bëjmë si thonë të tjerat, dhe ndërkohë shënim në mënyrë të pavetëdijshme, pra autopilot, për të cilën është 95% në trurin tonë si një kompjuter që mban gjithë informacionin, pra që ne kemi nga jeta jone deri më tani, biles dhe para-arsve, sepse ne kemi në shpirtin tonë, kemi energjinë e prindërve tanë, pra atë çfarë kanë kaluar prindrit tanë, ata çfarë ne kemi mësuar prej tyre, pra nga prindrit. Ashtu sikurse gjatë eksperiencës së jetës tonë, ose nga fisi eksperiencës edhe kemi krijuar dhe në këtë rast në mënyrë pilote që të gjitha këto që ne kemi marrë me vete zakone, është na është thënë ose e kemi krijuar dhe vetë që dikush është më mirë se ne. Por të besoni tani, prandaj jeni këtu dhe të bëheni të vetëdijshëm që ky afat kohor dhe është mantra, është koha ime, sepse është që mençurinë e kemi në këtë trup multidimensionar për të cilën është zemra jonë. Dhe kjo është që kërkohet, që ne do të qëndrojmë me veten tonë nëse jeni gati për të lidhur me zemrën tonë. Në këtë zemër janë cilësitë tona, është personaliteti jonë,
është ajo që ne jemi mishëruar në këtë tokë, nga grafiku I lindjes, data, muaj dhe viti për të cilën ne jemi pra të ardhur në këtë tokë, pra kur lindëm, ashtu sikurse është edhe çdo gjë nga të gjithë ne jemi rritur, ne nuk jemi fëmijë, jemi ku jemi dhe si ka ndryshuar stinat apo fazat e nënës, apo dhe në këtë rast vetë zhvillimi jonë si qenie njerëzore për të cilën misioni I shpirtit është 7 vjeçar, pra 1-0 deri në 7, 7-14 e me radhë, nuk do të hyj në detaje, por dua të them dhe drejtimi I jetës tonë, se në fund të fundit ne do të bëjmë diçka në këtë jetë, që është në vitin personal 9 vjeçar, është që të gjithë ne jemi të lidhur me këto mrekulli që çdo ditë të jetës ne zhvillohemi. Pse? Sepse ne jemi energji dhe duke e lejuar veten tuaj të bëni gjërat që ju kënaqin ju, pra ato që ju kënaqin ju dhe ndërkohë të lini dhe të zgjidhni, të jeni vetvetja, të jeni të sigurt që çdo gjë arrihet hap pas hapi duke ndjekur shpirtin tuaj se prandaj jeni këtu, sepse ky shpirt I mrekullueshëm ka fuqinë, ky shpirt I mrekullueshëm është magnet për të cilën ju jo vetëm pra ne e kemi këtë fuqi, jo vetëm që shërohemi, pra është dhe në nëhanë, sepse e kemi në brëndësi, e kemi gjatë natës, ne rrim qetë, ne flejmë si të vdekur, por ky shpirt I bukur, këto organe të mrekullueshme, kjo zemër që ka mençurinë, kjo vepron gjatë natës, na rigjeneron të gjitha meridianet, atë energjinë për të cilën ka çdo organ, pra zemra punon 24 orë dhe punon me kohë në çdo organ, ashtu sikurse të kuptoni që e gjitha që bëhet, pra gjatë natës është që ne trupi jonë na rigjeneron, gjatë ditës na bën që kur të kthehemi në mëngjes të fillojmë të vazhdojmë jetesën ditore, sepse do të jetojmë në këtë jetë. Këtu është jeta në tokë. Dhe ajo që kërkohet, ajo që na bën pra trupi ku ne jemi të vëmendshëm, pra në këtë rast, sepse prandaj po ndiqni këto video, jeni me shpirtin tuaj, ne do të rikthejmë energjinë e thithur. Pra ne do të rikthejmë energjinë tonë dhe shënim 20 vjet më të rinj se mosha që ju keni, në qoftë se ju ndiqni rrugën e shpirtit. Kjo është e vërtet, sepse jam para jush dhe nuk mund të gënjej, e kam arritur vetë dhe jam krenare që manifestoj ëndrrën e zemrës time, sepse kam ardhur për të ndihmuar qenien njerëzore dhe e manifestoj me qartësi, me vërtetësi dhe me ndjeshmëri, me besim, me vetë besim, që duke udhëhequr nga vetja ime lart, nga Zoti, sepse kur them Zoti, zemra është astrale. Kjo zemër është e lidhur, pra jam e lidhur me energjinë e universit, me fuqinë e Zotit që mund ta quani, sepse gjithçka që ekziston në këtë univers të bollshëm është e krijuar. Pra ka një fillim dhe hap pas hapi me miliarda shekuj është zhvilluar dhe në këtë moment ne si qenie njerëzore kemi një ndërgjegjësim të lartë që kemi arritur se kështu zhvillohemi që kuptojmë se çfarë po ndodh në botë, por atë që ne jemi, pra sidomos klasa e pa privilegjuar është që ne rrim në vend, pra nuk arrim të kuptojmë përse nuk I realizojmë ëndra dhe dëshirat tona me lehtësi. Dhe kjo është që ne do të kthejmë energjinë, që do të na bëj të rritemi, do të na bëj që të stabilizohemi, të jetojmë në këtë jetë, jo të ankohemi për jetën, por të jemi në paqe të brendshme, në stabilitet dhe gjërat I tërheqim me lehtësi dhe të vazhdojmë të kujdesemi për vete dhe kur ne kujdesemi për vete, kur ne duam veten tonë, ne jemi në gjendje të japim dashuri për rreth dhe për një pjesë edhe në univers. Pra që të gjithë të kuptoni që jeni të ftuar me të vërtet për të vazhduar dhe në këtë rast pyetja është, a jeni gati, sepse kudo që të ndiqni,
jeni ju dhe vetëm ju që do të zgjidhni vetëm tuaj dhe në këtë rast bëhet fjalë që të pyesni veten, ju, pra në qoftë se jeni gati, në qoftë se kërkoni që të arrini atë që shpirti juaj solli këtu është, si pyeteni që të gjithë kushdo që tjetë, qoftë se keni hyrë në këtë kanal, si e shikoni jetën tuaj? Bëj pyetje vete, si e shikon? Jepi me vërtetësi, si e shikon ti jetën? Ndërkohë, a është që po ndodh diçka, ose ka ndodhur, ose po ndodh diçka, për të cilën ju jeni, pra e ndjeni që ka dhe më mirë. Pra mund të arrini që e kuptoni që shpirti juaj ka marrë mësimet dhe kërkoni të bëni pra ndryshim. Dhe kjo si rrjedhoj e marrëdhënieve tua, pra në lidhje me veten tënde. Pra si ndjesh me veten tënde? A je e lirë? A je e varur? A ke frikë? A ka pengesa? E të tjera? Si je ti? Ndoshta me marrëdhënie romantike, ndoshta me familjen, me motra vëllezër, ndoshta me biznesin, ndoshta me punën, ndoshta me shëndetin, me financat e të tjera. Pra me gjithçka që ka lidhje jeta jonë në këtë tokë, pra jetesa e përditshme. Por, prap shënim, mos harroni se që të gjithë ne, unë, ju, kushdo, kemi ecur, sidomos gjeneraca e viteve të shekullit 20, pra kemi ecur në një nivel të ullët të afatit kohor. Gjeneraca ime nuk ishte as telefon, edhe hyri televizori bardezi, por ne u edukuam, jo vetëm nga niveli ullët i prindërve tanë, ata bën më të mirën, po ashtu ishte niveli, dhe ne i morëm me vete, ashtu sikurse edhe në nivelin e edukimit në shkollë, mendoni sistemi komunist, pra të varur nga të tjerët, gjithsesi jemi edukuar në një nivel të ullët, pra në rolin viktim, dhe mbi të gjitha baza, sidomos për popullin tim, frika që kemi akoma në palës. Këto kanë qenë energji parazite, energji që na blokuan, na lanë që dhe që të gjitha këto janë që na bën ne që të mbijetojmë jetën. Dhe akoma një pjesë që ndrojnë në rolin viktim, pra që ndrojnë akoma dhe pse ndërgjegjësimi kolektiv është rritur, pra dim se çfarë po ndodh jashtë, por ajo që nuk arrin të pyesin vetë, ose nuk arrin të veprojnë, është që rrin në zonën e ratis, sepse u pëlqen. Okej, me që u pëlqen, kush është rezultati që arrini? Që të gjithë, dhe jo, mos ja vini moshës, nuk ka të bëjë me moshën, kjo është ignoranca, që dole në pension dhe, pra, okej, trupi fizik është që e tregon, po jo energjia është zemra, nuk njeh energji, më falni, nuk njeh dopsim, ajo punon 24 orë, por si dopsohet, kur ne rrim në zonë të reatis, pra edhe atere kur ne ndjem në trup që diçka nuk shkon, pra që ndjem dhe ndjehet, por, okej, e kalon, pra e arrin të kalosh duke par televizor, apo show, apo duke pir, apo të gjitha çfarë shikoni në çdo në jetë, çfarë ju shikoni, është jeta jonë. Në çdo shtëpi kjo jetë është. Dhe kush është jeta? E pavërtetësisë. Por, mësoni një gjë, që të gjithë ne, si ata që na kanë fitur energjin, pra qoftë në qeveri, kudo që t'je, brenda në shtëpi, apo miqësia, kushdo, si ata që na kanë fitur energjin, si vetë ne, që kemi vazhduar dhe kemi përsëritur gjatë jetës tonë edhe gjëra apo ngjarje apo situata që edhe kur e kemi ditur që diçka nuk shkon, pra e kemi ndjerë,
përsëri pra që nuk shkon, përsëri ne pra i kemi vazhduar. Dhe kush janë këto energji? Pra energjit që janë të bllokuara, parazit që na kanë thitur gjakun, sepse janë energji dhe këto që të gjithë në zyrë, në shtëpi tuaj, në familjen tuaj, pra në miq tuaj, kudo janë. Tjetër, mësimi tjetër, ky trup është edhe ku flas për trupin, flas për shpirtin, sepse e kemi, marrin frymë, kjo zemër thith, pra ajrin pompon në trupin ton që na vën në lëvizje, pra flas për shpirtin, është që ne jemi të krijuar nga krijesa si qenie njerëzore. Pra do të thotë fryma që ne marrim, që ne jetojmë dhe që mban këtë zemër, dhe zemra është selia e shpirtit. Pra fryma është karburanti, zemra është selia e shpirtit, dhe çfarë ndodh është që jemi, që të gjithë e kemi shpirtin. Pra ne jemi jo vetëm qenie njerëzore, pra që mendojmë, flasim me frekuencë të lartë, por jemi edhe me pjesën e shpirtit ton, organet fizike, por edhe shtylla kurizore, shakrat në gjuhën e energjisë, për të cilën jemi lidhur me kurorën qiellin, marrim informacion dhe në tokë, në dy këmbët tona, për të vepruar dhe për të jetuar jetesën e përditshme, sepse jeta është në tokë, është dhuratë. Çfarë do të thotë? Është që ky trup, pra mban shpirtin ton, është tempulli i shpirtit. Pra mos e shihni me kocka e mish. Dhe çfarë ka ndodhur në rolin viktim? Çfarë është bërë? Për nevojat përfitime është arritur sa që ne do të kujdesemi dhe për trupin fizik, sigurisht, por jo vetëm të njanshëm, vetëm duke bërë dush dhe duke shpenzuar për shpenzime për t'i dhënë trupit fizik, sepse ne duhet të jemi dikushi, sigurisht nuk e moj këtë, por jo të varur, jo të bëhemi pra atë që ne të zbukurojemi për të tjerat, për t'i treguar të tjerëve si unë që jam. Kjo është ajo që në mënyrë të pavetëdijshme ne bëhemi, pra si bëjnë të tjerat, dhe në këtë rast rinia kopjon, pra shef se si janë vishet të tjerët, shef si bëjnë të tjerët, dhe përpiqet të bëhet si tjetri, por që të gjithë ne jemi të veçantë, ashtu sikurse edhe mosha jonë, pra të jeni të vëmendshëm, që do të thotë, ne jemi unik, ne jemi kemi personalitetin ton dhe jo të krijuar nga të tjerat. Tjetër të kuptoni që ne jemi yje, që të gjithë ne jemi yje të veshur me lëkurë, pra jemi yje, që do të thotë, kur them yje, është kjo zemër astrale, kjo zemër që ka misionin dhe drejtimin e jetës tonë, që ky trup mban informacionin, ky trup mban energjin, ky trup mban mençurinë, mban talentin, mban dhuntin tuaj që e kemi patur në fëmirin ton, për atë që ne kishim pasion dhe bënim me dëshirë, me qef, sepse ka qenë ndjeshmëria. Pra ka qenë me shpirt, fëmia nuk ka, kur rritet, nuk është mendja, fëmia rritet nga poshtë lart, pra njihet me fisi, në fillim del në tokë dhe kërkon të njeh nënën, pastaj njeh babain, pastaj gjyshen, motër, vëlla, çfarë ka, me radhë, derisa fillon shkolla, pra që fillon shkollën që të njihet me botën e jashtme. Dhe këtu, sidomos për gjeneracën time, këtu filloi që ne arritëm të bëjmë gjërat si deshën të tjera. Por, mësoni një gjë, duke qenë se ne jemi yje të veshur, pra me lëkurë, drita që ju kërkoni tani, pra kushdo që është gjithmonë ka qenë brenda nesh. Prandaj është që ju a jeni gati të lidheni me veten tuaj, me qëllim që të hapet zemra. Tjetër është, ajo mësim që ne na ka dhënë jeta, pra nga fëmijë deri më tani, është që çdo situatë, çdo gjendje që ne kemi kaluar, ne na është përshpëritur. Gjithë çfarë do lloj problemi na është përshpëritur, dhe ajo përshpëritje që na është bërë, pra si kemi kaluar në për situata, ka qenë që ne të marrim një hap dhe të vazhdojmë rrugën. Por çfarë ndodh?
ne çfarëdo që ka ndodhur, çfarëdo duke qenë të varur, pra se kemi marrë gjërat e të tjerëve, ne e kemi bllokuar energjinë dhe kjo që ne nuk kemi ndjer atë çfarë ne duhet të ndjenim, emocionet, ajo që kalonte në situatë dhe kjo ishte sepse nuk dinim dhe si reagonim pa pritur se çfarë tjetri do të thotë direkt veprime dhe kjo ka krijuar divergjenca qoftë dhe për gjëra të vogla që stresore ka krijuar atë që sot pjesa ndërmuese, sidomos e gjeneracës time, ndjehen të sëmur, të raskapitur, mbijetojnë jetën. Pra nuk janë dëgjuar shenjat dhe këto shenjat ne I kemi patur gjithmonë gjatë gjithë jetës, sepse ne e kemi patur këtë zemër, kjo zemër punon, çfarëdo lloj që ne kemi kaluar, çfarëdo lloj kjo zemër, ky shpirt na ka mbajtur, edhe pse kemi kaluar sfida, jeta është e tillë, por tani të vedjesojmë që ka dhe një mënyrë tjetër tjetës. Tjetër të kuptoni, ajo që duhet të mësoni, trupi jon shpreh atë që mendja jon e shtyp. Prandaj, çfarë kërkojnë nga ju? Jeni të ftuar të jetojmë me vetë, të lidhemi me veten tonë, me trupin tonë, të dëgjojmë trupin tonë me qëllim që të jetojmë tani në këtë moment prezent, të japim vetë kohës, pra shpirtit të jepni kohë dhe të jepni hapësirë, dhe ky është që afati kohor nafton ne që të gjithëve nafton ne, pra nafton, nuk na prek lirin, as Diana nuk ju prek lirin, po nafton që të jeni dhe të kuptoni a jeni gati për të vazhduar të ecni rrjedhën e jetës, për të arritur në ekuilibër, për të sjellë në këtë trup multidimensionar, ku mendja është një pikë në oqean, që do të thotë trupi jon komplet, që shihni nga koka te këmbët, me gjithë organet dhe gjithçka që ju çfarëdo lloj në këtë trup, është që truri jon, I cili nuk është joni, sepse ka qenë roli viktim, është një pikë në oqean, që do të thotë trupi është oqeani dhe mendja jon, truri jon është një pikë në oqean. Mendo ky trup multidimensionar. Dhe në këtë rast është që ne jemi të ftuar që do të lidhemi me veten tonë me qëllim që hap pas hapi të kthejmë energjinë, të arrim si energjinë mashkullore, mendja, që do të thotë që të gjithë meshkuj femra, nuk ka të bëjë me ligjin e gjinisë, ne jemi, vim në jetë edhe meshkuj dhe femra, por në këtë rast, që të gjithë ne kemi dy energjia mashkullore që quhet elektrike, sepse ne veprojmë dhe është fizike, pra ne veprojmë në tokën mam, është elektrike bëj, pra veprim, është veprim, por është edhe energjia që ne nuk e shohim me sy tanë, por që ne ndjejmë në trup dhe është ky trup që ku ne nuk e dëgjojmë, vjen një moment që të pickon në çkuptim, është si një lloj trupi jon, është mbushet gota me ujë, ju nëse mbushni, ajo do të derdhet. Kështu është dhe me trupin ton ku ne nuk e dëgjojmë, por rinim të një anshëm, sepse kështu ishim mësuar. Pra vetëm me mendje, me peshqisa, shikim, dëgjim, nuhatje, shinim, pretje. Tani ju që jeni në këto video dhe që është ftesa për të gjithë ne, pra që të lidhemi si individ, pra të çfarë nuk ka dhe një mënyrë tjetër, dhe në këtë rast bëhet fjalë që ne do të dëgjojmë trupin. Pra, si që kemi dëgjuar trupin, për situata që dhe ka ndodhur, në momentin e fundit dhe që shkoni për vizit, sepse është trupi që e ndjen. Dhe kur ju shkoni në vizit, çfarë ndodh? Ju filloni flisni, sepse të pyet ai që ka mësuar në lidhje për atë çfarë ju pyesni. Përse ke ardhur, si ke ardhur, dhe ju I shpjegoni. Po pse e shpjegoni këtë? Është intuita juaj, është ajo që ti ndje në trup. Ku e ndjeve?
ti e shpjegon dhe çfarë bën personi tjetër sipas asaj që ka parë nga gjithë njerëzit dhe që është mësuar nga eksperimentet e ndryshme dhe si përfitim është ilaçi për të cilën është vërtet që përmbahet mjekësia sepse kemi marrë nga paraçit tanë diçka bimët mjekësore, por aty ka edhe kimikate në atë ilaç për të cilën çfarë ndodh ai personi që ai jep ndoshta për momentin ju bën mirë aty sepse është vepruar për atë që të veproj, pra që të japi efekt, por në një kohë të dytë ajo do të dëmtoj pjesët e tjera të trupit dhe mos ju di që jeni për shembull të sëmurë e tjera. Megjithatë, çfarë do lloj sëmundje të rënda apo sido që të jeni, nëse ju vendosni të lidheni me veten tuaj, të jeni të sigurt që ju do të arrini të shëroheni. Kjo nuk vjen duke qenë në zonë narrativ dhe duke besuar vetëm ke ilaçet, është e drejta juaj. Por nëse dëgjoni këtë video dhe rezoroni, sigurisht do të arrini që atë që kuptoni nga ana kolektive, se e dini që në këtë kohë ka kriza, në këtë kohë spitalet janë plot, pra çdo ditë më shumë shihni spitale, farmaci se jetë, pra mbijetesë, ashtu sikurse edhe në lidhje me luftrat e të tjera, nuk është se janë pa shkak. Kjo ndodh sepse është energjitë për të cilën jemi në tranzicion, në njërin krah flen gjumë, pra zona e ratis duke pritur se çfarë të tjerët presin, pra ju në atë çfarë të tjerët presin dhe janë të tjerët më mirë se ne, por është dhe tjetra, ju mrekulli dhe të gjithë ju që ndiqni shpirtin, po që ndiqni shpirtin tuaj, shpirti juaj ju do më shumë se çdo kush, qoftë dhe prindri juaj, shpirti juaj ju do më shumë, atëre çfarë ndodh është që duke ndjekur shpirtin ju hapasapi do të lidheni me veten tuaj, do të lidheni me dashurinë ynore sepse ju duke vazhduar ku ju drejton shpirti, duke ndjekur higjienën e shpirtit, pra si higjienën e trupit, dush, lani gojen automatikisht apo çfarë ju bëni të tjera, është edhe ndjeshmëria jonë. Dhe kjo është thirrja që ne do të lidhemi me veten tonë për të arritur në ekuilibrin e magjisë së pastër të gjithçkaje. Mësoni se universi do të punoj për ne dhe kur nuk është kundra nesh. Ne jemi krijesa të krijesës, si mund të punoj kundra nesh? Çdo gjë ekziston, ne si qenie njerëzore, duke qenë të njanshëm dhe duke kërkuar përfitim, ne kemi humbur atë që ne po shkatërrojmë tokën mëm, që çdo gjë ekziston. Ne po e ndotim dhe ju i ndjeni këto gjëra dhe në këtë kohë që të gjithë jemi të ftuar sepse është energjia fatikor për të cilën shekulli 21 është vetë toka mëm që është në evaluimin e saj dhe ne jemi në evaluimin se jetojmë në këtë tokë, pra dhe ne jemi qenie dhe ne jemi në evaluim, përderisa toka mëm është në zhvillim edhe ne jemi pjesë e kësaj toke se këtu jetojmë. Tjetër është ky vit 2026 është viti për të cilën është viti universal. Pra ne kemi arritur në një nivel të lartë kolektiv, por ndërkohë është dhe viti për të cilën është që e përfaqëson diellin dhe dielli është baba jon. Dielli është jeta. Pa diell nuk ka jetë. Jeta zhvillohet gjatë ditës, ndërkohë është energjia maskullore, pra gjatë ditës ne veprojmë ashtu sikurse është drita jon, është zemra jon, kjo zemër astrale, neutrale që ne kur fillojmë dhe ndjekim shpirtin ton, sepse zemra selia e shpirtit, por ndjekim shpirtin ton, kjo zemër do të na zbuloj dhe do të na dhuroj paqen e brendshme, do të na japi dëmshurin, do të na japi mirënjohjen, do të na japi faljen, do të na japi atë që njihet,
që jemi qenie shoqërore, do të na japi atë në fund të fundit, jo dashurinë e nevojë, pra ke je i varur, ke nevojë për dikë, por dashurinë pa kushte, pra jemi lidhur sepse ndjehemi dhe lidhja me njëri tjetrin është e mrekullueshme, është vazhdimi i bukurisë së jetës. Dhe kjo është përjetësi, kjo është dashuria që ka krijuar universi, po jo frikën, pra sa më shumë dashuri, më pak frikë, aq më frika është iluzion. Dhe në këtë rast, dielli është që përfaqëson sistemin qiellor, sepse gjitha planetet lëvizin dhe ne jemi të varur, lëvizin rreth diellit dhe toka lëviz rreth diellit. Ashtu sikurse edhe ne e kemi diellin, është personaliteti jon në grafikun ton, por të lidhur me nënën që është shëruesja jon, të lidhur me të gjitha planetet që janë mençuria jon. Pra që të gjitha këto janë të lidhura, pra ne jemi të lidhur me qiellin, ne jemi të lidhur dhe me tokën. Mësoni që e gjitha bëhet që ne pyetja, a jeni gati të lidheni me veten tuaj, dhe nga ana tjetër, duke qenë se është shekulli 21 për të cilën jemi në energjinë e ujorit, dhe vetë fjala uji rrjet dhe do të shkoj diku. Dhe në këtë rast të kuptoni që udhëhiqet nga planeti Uranit. Planeti Uranit përfaqëson me të vërtet, ndryshe mund ta quani burimin e energjisë, dhe në këtë rast Zoti apo universi jon, sepse ne jetojmë, gjithçka që ekziston është energji dhe ne jemi energji dhe kemi lidhje. Dhe në këtë rast nafton që të gjithëve ne që ne në këtë shekull ne do të lëmë gjithçka që nuk na shërben nga karma e vjetër. Kush është karma e vjetër? Fjalët që nuk kemi, fjalët nëse janë me lëndime, jo optimist, sigurisht do të rriqni lëndime, mendime që shprehni, si janë mendimet tona, si është ndjenja jon, si janë veprimet tona, është identiteti jon. Nëse ne do të vazhdojmë me lëndime, ne do të jemi me lëndime. Dhe në këtë rast nafton që të gjithë që çfarë janë fjalë, mendime, sjellje, varësi, ngjarje, situata që nuk na shërbejnë, që na lëndojnë, dhe që jemi bërë kolektivisht të ndërgjeshëm, jo manipulime, gënjeshtra, pa vërtetësi, që të gjithë i dini, biles dhe motra me motra ngënjene tjera, që të gjithë i dini, është që ne do të heqim dorë, dhe në këtu nuk do t'i gjykojmë, nuk do t'i kritikojmë, këto janë energji vampirse, energji që na kanë thithur energjinë. Pra të kthejmë energjinë, ne duhet t'i lëmë, pa gjykim, pa kritik, atje ku e kanë vendin, dhe fillojmë tani në këtë moment, çfarë kërkoni nga jeta juaj. Pra kush është ajo që duhet të ndryshoni, që të gjithë jeni unik. Dhe e dyta është, pra do të lëmë karmën e vjetër, nuk mund të vazhdoni në jetë me gjërat që shpirti juaj është zgjuar, është bërë i zgjuar, e ka arritur atë që sidomos gjeneraca ime, dhe ju vazhdoni, pra si thua mbijetoni. Dhe e tjetra është që të gjithë të kuptoni se udhëhiqet nga qielli. Pra Zoti jon, Zoti është pa fe. Dhe të kuptoni një gjë, besimi për të cilën është pa veprim do të mbetet dëshirë. Pra nëse ju luteni, e zëmë kërkoni, pra të shëroheni, kërkoni të bëni diçka, sigurisht që dhe do të veproni. Për ndryshe, lutja juaj do të mbetet dëshirë. Pra dëshirë, sepse që të gjithë ne lutemi për çfarë do lloj situate. Po jo vetëm atere kur ju keni nevojë, dhe kur keni nevojë përsëri që të lutemi është një mrekulli, se bën shpirti, është bën zemra, vjen nga brenda, por jepini lutjes, mos e lini dëshirë. Pra fillo vepro. Dhe e dyta, besimi për të cilën ju dyshoni, pra ju kërkoni, bëni lutje, dhe përsëri dyshoni, ju bën që ju të qëndroni në mos besim, pra nuk arrini të jeni në dy këmbët tuaj në tokë, pra të jeni në fuqinë tuaj. Kjo është nëse ju qëndroni të varur, pra që të gjithë jemi të thirrur që së bashku, por në fillim me veten tonë, ju nuk mund të ndryshoni të tjerët, ju do të lidheni me veten tuaj. Dhe kush është pjesa e dytë? Pjesa e dytë ka të bëjë me
3 hapa për të cilën ju do të veçërojni dhe veçërimi do të thotë të lëmë të kaluarën pa gjykim, pa kritik. E para që ka të bëj është ju do të alini të jetë, çfarë do lloj që ju sjell mendja juaj, trupi juaj, sepse punojnë së bashku, është ju do të lini të vinë ashtu si ja u sjell trupi në momentin tani, sepse ju nuk jeni çdo ditë në këtë udhtim, është udhtim që vazhdon, por ju nuk do të jeni gjithmonë pra në këtë jetë ne vazhdojmë jetën, herë të shqetësuar, herë të gëzuar, herë qajmë, herë qeshim, por tani ju, çfarë ju sjell shpirti, ta lini të jetë, apo dhe mendja të jetë. Dhe në këtë rast të pranoni që ju vinë sepse shpirti juaj ju do më shumë dhe ju jeni të lidhur dhe në këtë rast duke i lënë të jenë, mos u përpiqni, pra çfarë ndjeni, mos u përpiqni që ta lini, sepse është ajo frika apo konflikte që ju vinë, edhe çfarë bëni, e gjeni rrugën e shkurtër, pra ti lini, në qoftë se ju lini këto, nuk njiheni përse çfarë po ndodh me ty. Në momentin atëre çfarë ndodh, është që ju rezistoni. Duke i rezistuar, çfarë bëhet? Bëhet përsëritje. Ndoshta jo për ditë, por përsëri edhe i thua vetes. Po, që se jam pa fat, që është kjo jetë, që është kështu e që është ashtu e tjera. Pra ju duhet të lini të njiheni dhe një pjesë janë njohur, por ajo që i mban është që i qëndroni të varur, e zgjidhni ju, prandaj ju tregova. Për sa kohë ju jeni të varur, ju do mbijetoni, ju nuk do të jeni në fuqinë tuaj. Nuk bëhet fjalë që ju do të lini dhe marrëdhëniet. Pra kur lidheni me veten tuaj, ju jeni në marrëdhënie, nuk bëhet fjalë që do të lini marrëdhënie, bëhet fjalë për të ndjerë dhimbjet përse marrëdhënia nuk shkon si ju e dëshironi. Por që të shkojë si ju e dëshironi, ju duhet të lidheni me veten tuaj dhe jo më, ju nuk mund të ndryshoni kërkën. E vetmja gjë është të zgjidhni veten tuaj. Pra të filloni të lëvizni energjitë që janë bllokuar në trupin tuaj. Dhe kjo është që të lini atë çfarë trupi juaj ju sjell dhe që ndjeni, që të gjithë trupi fizik i ndjen. Atje ku ndjeni dhimbje janë bllokadat tuaja. Për këtë të jeni të sigurt. Dhe kjo është që ju të bëni, pra të planoni këtë ndjeshmëri që u sjell trupi, edhe pse ndihet e pakënaqshme, edhe pse ndihet e dhimbshme, një lloj sikur ju keni dhimbjet e një sëmundje, sepse këtë e dini. Tjetër është të fokusojni në atë që ju ndjeni. Pra çfarë do të thotë? Kujdes, sepse mendja juaj, pra ego, e cila është e krijuar dhe sidomos në trurin non, që nuk është joni, por tani i kemi në tru, dhe në këtë rast shprehen me fjalët tuaja, me mendimet tuaja, është që ju sjell, pra, le të themi ju sjell inatin. Dhe në këtë rast ti me të drejtë ke inat sepse dikush të lëndoi. Këtë e bën ego juaj, sepse kërkon të justifikohet dhe në këtë rast e bën edhe nëse të ka dikush të ka kritikuar ose edhe që nuk e patur gabim dhe përsëri të ka lënduar, ti sigurisht ke inat, por të kuptoni që këtë e bën ego juaj dhe nëse ti ndihesh e lënduar, ti mban inat, nuk ka ndodhur pa shkak. Edhe në qoftë se në atë moment nuk ishte tjetri pra të drejt, pra ishe ti në rregull. Por në qoftë se ti e ndjen këtë lëndim, je e lënduar dhe do të thotë që ndjej si ndjehesh. Pra në qoftë se ndjehesh e lënduar, do të thotë lëre inatin, fale veten, fale dhe tjetrin, se nuk mund të ndryshosh, sepse ka ndodhur se je dhe ti aty që ndodh, pra çfarë ndodh edhe që ju vjen. Tjetër është që ego juaj fjala, pra çfarë vjen, e zëm që ke një faturë për të paguar, edhe çfarë bën ego, se do të justifikohet, do të mbroj, të sjell atë që të shqetëson. Ndërkohë ose për sëmundjen tuaj që si e zotja e tjera, që të gjitha këto nuk është nevoja të fokusojni të bëni histori,
që ju bën mendja juaj, pra fjalët, edhe ta bëni histori, jo pa ai kishte fajin, jo po unë këtë, jo po atë, jo po atë. Bëhet fjalë, si unë ndjeve në atë moment, a unë ndjeve i lënduar, atëre ullu me veten tënde, dhe ajo fjalë të mos e bësh bla bla bla, por, kam inat, sepse e mgej, jam lënduar, por ta pranosh, sepse nuk ndodh gjë, je dhe ti që e krijove këtë, në kudo, në marrëdhënie me vete, me të tjerët e tjera. Pra, me qëllim që duke e planuar, duke e njohur me vërtetësi, duke falur veten se shërohesh, duke falur të tjerët se lirohesh, edhe ku ka dhimbje se e vërteta dhëm, ti japësh mirësi, hape zemrën, jepi mirësi, jepi dashuri, dhe t'jeni të sigurt që ju do të arrini, pra të lirojni, pra të fokusojni në ndjenjë. Kujdese ego e bën atë që do t'ju mbroj ju, dhe në këtë rast është që bën të mbijetoj, dhe çfarë ju thot? Pra të kritikoni veten, gjykoni veten, qoftë dhe të tjerat, që ati si e zonja. Ti e shkatrove marrëdhënien, ose ti e sëmure veten, ose kuketi, ti nuk do të arrish në sukses, pra jini të vëmendshëm. Tjetër është, ju do të bëheni dëshmimtar, vetëm do të vëzhgoni. Në qoftë se ju vinë mendime shumë, ulu mrekulli, dhe qetësoje atë fjalë që të vjen. Pra vëzhgo, ullu 1 minutë, merë 4 frymëmarrje, mbaje 4 herë, lëshoje 4 herë, dhe mbasi pyete mendjen tënde, mbyllë sytë, pyete çfarë fjale kërkon të më sjellësh, dhe qëndroj qetë. Çfarë do të ndodhi? Asgjë nuk do t'ju vijë. Asgjë, për këtë t'jeni të sigurt, asgjë nuk do t'ju sjellë mendja. Pse? Sepse je ti në prezent që po e pyet mendjen. Shpirti jeton në prezent, mendja jeton me të kaluarën dhe se çfarë do të vijë ardhmja dhe harron prezent. Pra, nëse ju jeni të ngarkuar, ulu, merë frymë, mos reago, merë frymë me veten tënde. Nëse dikush, qoftë dhe partneri juaj të thotë, do të filloj muhabet që të grindet, që të gjish ju që jeni me shpirtin, ju e kuptoni, thuaj, për momentin të lutem, më lër pak. E keni këtë, a doni të krijoni marrëdhënie të mirë, atëre lidhuni me veten tuaj dhe të arrini në fuqinë tuaj, ju do të arrini jo vetëm që të doni veten, por t'i jepni edhe marrëdhënies tuaj bukuri. Gjithsesi, të kuptoni që të pranoni të vërtetën, të pranoni të vërtetë, ashtu si ju e kaloni, edhe në qoftë se ka lëndime, dhe të pranoni me të vërtetë si ju vjen në moment tani, në këtë kohë dhe në vazhdim. Pra, mos I lini gjërat të shkojë, dhe ajo që do të arrini është kudo që t'jeni, në punë, kudo që t'jeni, në shtëpi, me partner, vetëm, kudo që t'jeni, çfarë dolloj që ju vinë, lëreni të jetë, çfarë ndjeve në atë që të sjell në moment, dhe observo, pra mos reago me bla bla bla, por observoje, pra pranoje me vërtetësi. Kjo do t'ju bëj që ju të arrini, të lidheni me një karmë të pastër për të krijuar gjërat si ju e doni, duke lëshuar çdo gjë që ju sjell shpirti, qoftë në zorët e barkut që është e kaluar e jon, qoftë në hijet mendore që ka frikën, pasigurinë, konfliktet, jo optimist me jetën e tjera. Pra, ju do të arrini që do të lidheni pra çdo ditë e jetës, duke jetuar me ditën tani, ju do të arrini që të krijoni kuptimin e jetës tuaj dhe të kënaqeni për atë që shpirti juaj ju drejton. Ju do të jeni në gjendje të shëroni veten dhe të shëroni dhe të tjerët. Pra, ndihmoni veten, ndihmoni dhe të tjerët. Do të jeni në gjendje të jeni të dashur dhe miqësor, ashtu sikurse edhe do të kujdeseni akoma më shumë për pastërtinë e trupit, e shpirtit ton, dhe mbi të gjitha, duke qenë se jetoni me zemër të hapur, jeni dhe të lidhur edhe kërkoni ndihmë, sepse ne nuk jemi vetëm, nuk kemi qenë, nuk jemi dhe nuk do të jemi vetëm, se kjo zemër jeton. Ky shpirt jeton, përsa ko ju merrni frymë, erdhët me frymën vetëm, dhe po vetëm do të lini frymën, ju jetoni. Dhe
pjesa e tre praktika për të cilën e para do të bëjni të vetëdijshëm. Duke qenë të vetëdijshëm do të pranoni veten si ju jeni komplet, ju jeni të mrekullueshëm, ju jeni të dashur, ju jeni dritë, e kemi këtë dritë, e kemi është kjo zemër astrale që ju je përgjigj, sa më shumë të pyesni zemrën tuaj, për atë që ndjeni, aq më shumë do t'ju japi përgjigjen, atë që ju zemra juaj, shpirti juaj dëshiron dhe kërkon. Mësoni që kjo vjen vetëm me reflektim, duke hyrë dhe duke u lidhur me veten tonë. Prandaj është titulli, a jeni gati që të zgjidhni veten tuaj në radhë të parë. Pyete veten, çfarë të pëlqen, çfarë nuk të pëlqen. Bëu e ditur. Pyete veten, kush është dëshira jote, kush është pasioni jot, kush është frika, hape zemrën mrekulli. Dhe gjitha këto gjëra është që duke punuar me vërtetësi dhe duke se shpirti kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, ju do të arrini në bukurinë e asaj pse shpirti ju solli këtu. E dyta është, ju do të praktikoni mirënjohjen. Mirënjohja duket e thjeshtë, por në fakt ka fuqinë më të mrekullueshme që na rrit në ndjeshmëri. Pse? Sepse sa më shumë ne mirënjohës të bëhemi, aq më shumë ne për ato çfarë ne kemi, fëmijët tanë, gotën e ujit, shtëpinë që kemi çatije të tjera, për atë çdo gjë që ekziston që e ke, atëherë çfarë bën? Ju nuk shkoni në mungesa, pra se mungesën e bën mendja, pra kërkon të siguroni të ardhmen, jeto tani, në këtë moment, dhe atë që bëni sot, do t'ju çojë nesër. Pra, fokusoni në gjërat që ju kënaqin ju dhe jo në gjërat që ju mungon. Tjetër, sa më shumë ju të vlerësoni veten për atë që ju keni, e vlerësoni dhe ndiqni atë që ju kënaqu, aq më shumë ju të rriqni dhe krijoni zakonet tuaja. Dilni në balkon, shqip lindjen e diellit, kënaqu, falendero, shqip perëndimin e diellit, bisedë me fëmijët, luaj me fëmijët, sa më shumë ju të luani, aq më shumë ju jeni të shëruar, me shokun tuaj, me mikun tuaj, me shoqen tuaj, çfarëdo lloj që pra me vërtetësinë për atë që me të vërtetë ndjen që të jep kënaqësi. Tjetër, që të gjithë keni dhunti, që të gjithë keni talent, që të gjithë keni vlerë, ndiqeni atë që ju kënaqu, atë që me të vërtetë ju kënaqu, dhe të gjitha këto janë që duke i ndjekur hap pas hapi, çfarë ndodh, ju do krijoni zakonet tuaja, ju do krijoni ato të gjithë fjalët tuaja, mendimet tuaja, sjelljet tuaja, zakonet tuaja, të cilat janë identiteti juaj. Pra bëni ju ato që ju kënaqu, ato që shpirti juaj ju bën që të jetoni në paqe të brendshme, në dëmshuri, në dashuri pa kushte, në mirënjohje për gjithçka. Dhe së fundi ju do të lini të shkoj atë se çfarë të tjerët thonë. Kjo ka të bëjë me atë që duke jemi unik, që të gjithë ne jemi unik, që të gjithë ne jemi, shpirti jona do më shumë se askush, dhe në këtë rast është që të gjithë e kemi paqe në brendësi. Pra sa më shumë të lidhemi me veten, me shpirtin tonë, aq më shumë ne jemi në paqe të brendshme, dhe kjo është që kërkon ky shekull. Duke qenë në paqe të brendshme, ne jemi në gjendje të zgjidhim çdo gjë që ndodh, sepse jeta është e parashikueshme, e paparashikueshme. Mund të ndodhi çdo gjë, mund të ndodhi fatkeqësi, mund të ndodhi humbje, mund të ndodhi gjithçka. Dhe këto janë, por të kuptoni që duke qenë me veten tonë, pra nuk kemi pse shohim vlerën këtë të tjerë, nuk kemi pse çfarë thonë të tjerët, por të ndiqni veten tuaj atje ku shpirti juaj ju kënaq, është veçërimi juaj. Veçërimi do të thotë që është i vazhdueshëm, pra është një udhëtim që nuk ka fund. Dhe në këtë rast të pranoni që duke vazhduar, pra me vullnet, pra atje ku ju drejton shpirti, hap pas hapi, ju do të përmirësoni jetën tuaj gjithmonë. Ndërkohë është të besoni dhe ose të jetoni çdo ditë të jetës si një ditë e re. Dhe kjo ju bën, atë që bëni sot do t'ju çojë nesër. Pra bëni jo në rutinë, po diçka atë që ju kënaqu. Dhe të kuptoni që të gjithë ne kërkojmë lumturinë. Lumturia nuk ka rrugë. Lumturia është rruga, ajo
ju e krijoni, pra rruga jetës për të cilën fillon nga tani edhe në vazhdim, pra nuk ka mënyrë, as çfarë thot Diana, as çfarë ju thon mentorët, ju mund të merrni gjërat që ju rezoloni, por të jeni të sigurt që lumturinë e krijoni ju, por në fillim të shëroni veten tuaj dhe të lidhni të hapni zemrën. Dhe kjo është që për të arritur në personalitetin ton, ne do të hyjmë në brendësi. Ne nuk jemi vetëm dhe të vazhdoni higjienën e shpirtit dhe të jeni të sigurt që kur rezoloni ndiqeni, por edhe të veproni. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.